Ne kaluam prej një periudhe në të cilën kishim temperaturë shumë të ulta, maj ka qenë me temperaturë shumë të ulta, e pastaj në qershor përmenherë u ngritën, kështu që ka pas vështirësi në përshtatjen e njerëzve me këto temperatura dhe shumë mënyrë që disa persona vetë janë djegur. Ajo që do të bëjnë shumë kujdes është që në radhë të parë të shmangun pikun e ditës, orët nga 10 deri në 5, sepse në ato momente janë temperaturat shumë të larta edhe mund të shkaktojë dehidrim. Përveç kësaj mund të shkaktohet edhe djegja e lëkurës, e cila është rrezik për kancerin e lëkurës. Kështu që ajo që do të këshilloja qytetarët, të gjitha grup moshave, po sidomos ata fëmijë të vegjël, edhe gratë shtatzëna dhe njerëz të moshuar, të cilët kanë pastaj hipertension, diabet, sëmundje kronike të veshkave, që të mos dalin në mesin e ditës, të konsumojnë sasi të mjaftueshme të lëngjeve, kam fjalën për ujë, së paku 2 litra në ditë, edhe që të hanë ushqime të freskëta, perime të freskëta dhe të pastërta. Pritet që temperaturat të rriten, kështu që ajo që ne ju rekomandojmë është që të kujdesen që të shmangin temperatura shumë të larta. Dhe kemi pas raste, po zakonisht kemi negjuar në mënyrë të duhur dhe japim këshilla, të cilat janë të përgjithshme, konsumimi i mjaftueshëm i lëngjeve, të mbajnë veshje të lehtë, me ngjyra të qelta, të mbajnë kapela, të fëmijët të mos ekspozohen në temperatura shumë të larta. Cilat ushqime nuk duhet? Atëherë dieta është shumë e rëndësishme, kryesisht do të jetë një dietë e shëndetshme me bazë të perimeve, ato duhet të lahen në ujë të rrjedhshme. E njëjta gjë edhe për pemët, të mos konsumojnë sasi të tepërta të kripës, të yndyrës dhe të sheqerit, brumrat gjithashtu, të mos hanë ushqime në vende ku ka ushqime të shpejta, sandviqe, hamburgera, kebaba, ku diun, që janë fast food.